E çka ka pas më ndërtu kisha, po? Po. Nuk ju morë në çështje. Fillimi i ndërtimit të një kishe ortodokse serbe. Unë jam gazetarja. Po, unë e Milosh. Objekti që po e shehni mbrapa meje, i cili është në ndërtim me sipër, është pothuajse në zemër të Kosovës, në një pikë strategjike të jashtëzakonshme, ku shihen bukurinë natyrore në 4 anët. Mirë po këtu ka diçka që nuk shkon. Fillimisht shihoni pak pamjet. E ky objekt i cili gjendet në një kodër të Graçanicës, i rrethuar me shirita të policisë, dyshohet të jetë fillimi i ndërtimit të një kishe ortodokse serbe. Vazhdimi i punimeve në këtë objekt është ndërprer me urdhër të prokurorisë, pasi që rezulton se kisha ortodokse serbe nuk është e pajisur me leje të ndërtimit. Lidhur me këtë çështje, prokuroria e shtetit ka nisur hetime në drejtim të 2 veprave penale, ato të keqpërdorimit apo autoritetit zyrtar, si dhe ndërtimit pa leje. Raporteri ka dërguar pyetje edhe në Ministrinë e Ambientit, mirë po deri në këtë momente ne nuk kemi marrë përgjigje. Lidhur me këtë çështje ne po provojmë që ta marrim nënkryetarin e komunës së Graçanicës dhe të marrim edhe një version nga ata. Nënkryetaru unë ju thira juve, meqense serbisht nuk di edhe nuk di shakon me thirrje të tërkojnë. Edhe për këtë arsye ju kom thirr juve. Dëgjom, unë e kom marrë në Graçanicë, nuk e di a ke dëgju, a jeni ndjeni për ndërtimin pa leje të një kishe ortodokse serbe? Kom dëgju, po nuk e di se çështë të urbanizmit ato, nuk ju morë në çështje. Aha, do më thonë, as nuk jeni ndjeni që prokuroria ka nis hetime për këtë rast? Nuk e di, përbes nuk e di. Ide nuk e kam. Se i kom pas angazhime tjera, kështu që ide nuk e kam. Në rregull nënkryetar, faleminderit. Për pak kështu harru. Na kemi provu me shku deri te objekti në fjalë dhe me xhiru prej afër. Mirë, po gjatë momenteve sa po bëheshim gati për xhirim, aty ardhi një person i cili na u prezantua si person i kishës ortodokse serbe, i cili na tha që të ndalojmë punën tonë. Ja, bën me ditë unë me komu taku, unë jam gazetarja. Kush? Unë jam gazetarja. Po, unë e Milosh. Mirë, unë jam Leonora. Me komu taku, Milosh? Që tash po të vinë shefi, që tash. Po kush është shefi? Shefi po nuk po. Emrin shiko. Milosh, njëjtë. Milosh e ka edhe shefi. Çka është shefi? A qytetar? Sekretar është. Sekretari kujna? Po, që to është firmë. I firmës? Që to është kishës. Sekretari i kishës. E çka ka pas më ndërtu kisha, po? Po. E meqense nuk na u lejua që të xhirojmë nga afër, ne kemi sjell pamje ekskluzive me dron nga ajri.